Minimizimi I pengesave për qarkullimin e lirë ndërrajonal nga Malësia Madhe, Shkodra e të tjera zona drejt trevave shqiptare për te kufirit në Maltësi është një mundësi që shfrytëzohet nga qytetarët në të dy anët e kufirit, por pak shfrytëzohet nga institucionet vendore. Bashkia Malësisë së Madhe, se Shkodrës dhe ajo e Lezhës, si dhe bashkitë e tjera në zonën veriore të vendit, kanë potencial të madh për forcimin e lidhjeve ndërinstitucionale me Tuzin, Ulqinin, Tivarin, Plavgucin dhe Rozhrajen, por këto mundësi ende nuk konkretizohen. Ndërkohë, sekretarja e komunës së Tuzit, Marina Ujkaj, thekson se nga ana e kësaj komune nuk ka munguar dhe nuk mungon angazhimi për forcimin e bashkëpunimit, si dhe për organizimin e shpesh të aktiviteteve të përbashkëta. Sigurisht se ka vend të mirësohet, sa për këtë komunës Tuzit, ne tentojmë që çdo herë në tëra aktivitetet kulturore që t'i kem pjesëmarrësit nga Shkodra, nga Tirana. Në të koncertin e muzikës klasike kemi bërë me violinistë dhe me pjesëmarrësit nga Shkodra dhe nga Tirana. Shumica e shtëpive botuese janë këtu nga Tirana dhe nga Kosova. Këto janë nisma që ne kemi bërë për me ardhi Krisht e kjo që thati ju. Sa do arrijmë neve të shohim. Bashkëpunimi ndërrajonal për arsye gjeografike dhe historike nis me trevat shqiptare për te kufirit, nga Ulqini, Tivari, Kraja, Tuzi deri në Guci, Plavë e Rozhaj. Problemi qëndron tek fakti që ky bashkëpunim mes institucioneve vendore në dy anët e kufirit nuk është sistematik dhe I programuar, por shpesh ndodh vetëm në takime të rastësishme.